Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në intervistën e mbrëmjes në UTV News. Kjo është intervista e fundit për këtë javë, por sigurisht jo më pak e rëndësishme. Të ftuar në studio kam zonjën Alma Lama, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra LDK. Zonja Lama, faleminderit që pranuat ftesën. Mirë se ju gjeta. Faleminderit dhe ju për ftesën. Mirë se erdhët dhe po e nis fillimisht me arsyeën pse ndodheni në Shqipëri. Kam ardhur në një vizitë zyrtare së bashku me disa kolege të Parlamentit të Kosovës, gra deputete, për të marrë pjesë në ceremoninë inauguruese të Aleancës së grave deputete të Kuvendit të Shqipërisë. Një iniciativë jashtëzakonisht e mirë, paksa e vonuar, por jashtëzakonisht e domosdoshme. Ne në Kosovë kemi një eksperiencë të jashtëzakonshme për të ndarë me gratë deputete të Shqipërisë, sepse prej vitesh jemi të organizuara në një grup ku bëjnë pjesë të gjitha gratë deputete të partive të ndryshme, por edhe të etnive të ndryshme, dhe punojmë me një intensitet jashtëzakonisht të madh për çështjet e grave, të cilat nuk duhen marrë si shumë të kufizuara, siç është azëmzuna ndaj grave apo thjesht të drejtat për të marrë pjesë më shumë në politikë, por në dimensione shumë të mëdha, duke filluar nga ekonomia, se si ato duhet të integrohen dhe të zhvillojnë ekonominë e tyre, çështje të sigurisë, çështje politike, të integrimit politik, çështje të kulturës, të edukimit e tjerë, dhe jemi shumë të lumtura që kjo ndodhi edhe në Shqipëri dhe prandaj jemi këtu. Si do të funksionojë bashkëpunimi mes politikanëve në Kosovë dhe grave politikane në Shqipëri në vijim? Do të keni takime sporadike në Tiranë, takime sporadike në Prishtinë, do të keni një, nuk e di, agjendë të përbashkët, si? Mendoj që pas këtij hapi, pra të krijimit të kësaj aleance, nuk duhet t'i lëmë në dorë rastësisë apo takimeve sporadike, por duhet të vendosim një bashkëpunim të rregullt, siç e thash, ne kemi shumë gjëra për të ndarë eksperiencën tonë shumë të mirë, sepse në fakt Kosova është një nga modelet më të mira, jo vetëm të rajonit, por edhe të gjithë, për shembull, kemi qenë të ftuara në një takim për të prezantuar modelin e mirë të Kosovës në të gjithë vendet ku është shtrirë OSBE-ja. Ka pasur edhe gra nga Shqipëria atëherë dhe pas asaj eksperiencë mendoj që edhe Shqipëria tashmë e ka gjetur frymën e bashkëpunimit. Gratë janë ato që i tejkalojnë ndasi të mëdha politike, kur është çështje për interesa më madhore, siç është për shembull në rastin konkret, siç janë çështjet e grave. Dhe ka shumë gjëra të përbashkëta ku gratë e partive të ndryshme mund të bashkëpunojnë dhe të kontribojnë, dhe natyrisht raportet Shqipëri-Kosovë në këtë aspekt do të intensifikohen, madje do të punojmë edhe për çështje të përbashkëta, sepse problemet janë mjaft të ngjashme. Mund të jenë çështjet e legjislacionit, për shembull, të nevojshëm për t'u amandamentuar ose për të prodhuar një legjislacion i ri, mund të jenë çështje të vetëdijsimit që janë shumë të rëndësishme, e gjërat e tjera të cilat ne mendoj që do t'i shkëmbejmë në të ardhmen. Unë uroj suksese, ndalemi tek problematika e ditës, po dhe tek një lajm i fundit. Akuza për krime lufte kanë prekur dhe kryetarin e Kuvendit Kosovës, zotin Jakub Krasniqi. Në gjykimin tuaj, janë të drejta këto veprimet e Uleksit ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s? Ka qenë zëdhënës i UÇK-s, zoti Krasniqi. Të them të drejtën, gjatë ditës, gjatë gjysmës së ditës kemi qenë në udhtim dhe nuk kemi shumë informacion se çfarë ka ndodhur. Pak kam dëgjuar që është i thirrur për të pyetur në raport me një akuzë për krime lufte. Natyrisht, gjëja fundi që doja unë të bëj është që të ndërhyj në drejtësi, por kur drejtësia është politike, atëherë edhe ne si politikan mund ta themi fjalën tonë. Nuk më pëlqen, absolutisht nuk është lajm i këndshëm, është lajm i hidhur dhe do doja që zoti Krasniqi të dalë krejtësisht i pastër nga kjo histori, dhe do doja shumë që Uleksi të mos bënte lojra politike që i bën shpesh. Në Kosovë ka ndodhur shumë krime lufte, por kriminalet e luftës janë serbët, them drejtën, dhe ka jashtëzakonisht shumë krime lufte të cilat nuk janë zbardhur, dhe Kosova vazhdon të lëngojë nga këto krime të luftës. Kur ju thoni drejtësi politike, i referoheni drejtësi politike, i referoheni drejtësisë në Kosovë apo drejtësisë e Uleksit? E kam fjalën për Uleksin, nuk ekziston termi drejtësi politike, po ndërhyrje e politikës në drejtësi ose ndonjëherë interferencat të cilat bëhen me qëllime politike. Në Kosovë ka pasur shumë pas luftës, duke filluar nga UNMIK-u, që ka bërë një lloj drejtësie selektive, ta zëm nuk ka
nuk ka prekur ata që të duhej të prekeshin, njerëzit të cilët janë të inkriminuar vetëm e vetëm ta zënë për të mos destabilizuar Kosovën, por edhe ka pasur edhe shantazhe të shpeshta të personaliteteve të ndryshme. Kjo ka ndodhur kur janë marrë me mënyrë spektakolare, janë arrestuar dhe në fund kanë dalë të pafajshëm. Nga ana tjetër, nuk mund të akuzoj Euleksin se po bën punë të keqe në përgjithësi, por në fakt Eulex nuk ka performuar ashtu si duhet, veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës, e cila vazhdon të mbetet tërësisht jashtë kontrollit të institucioneve jo vetëm Kosovës, por edhe të Euleksit, dhe shpesh kemi parë atje kriminal të dëshmuar si kriminal, të cilët janë arrestuar në flagrancë madje, por befas janë lënë të lirë pikërisht nga vendime politike të cilat janë të papranueshme në drejtësi, dhe kjo është një shembull jashtëzakonisht i keq në rast se aplikohet, që i jepet Kosovës. Kosova është një vend i ri, një vend i cili nuk i ka ende të stabilizuara as nocionin e drejtësisë, do të thoja, jo vetëm të institucioneve, dhe në rast se fillon dhe jepet shembull i keq nga institucionet që do duhet të ishin model, siç është ky mision për sundimin e ligjit i Bashkimit Evropian, atëherë kam përshtypjen se do të instalohen praktika që do të jetë vështirë për qytetarët e Kosovës të sfidojnë në të ardhmen. Si do shkoj problemi i veriut Kosovës? Ju me drejtë ngrini, po dhe çdo politikan apo çdo njohës i zhvillimeve politike në Kosovë dhe në rajon, gjithmonë kur bëhet fjalë për veriun e Kosovës, madhet mirë dy herë kur flet. Unë të shpreh brengën time personale për atë që çfarë po ndodh me veriun e Kosovës. Pas viteve të tëra të lënë në atë gjendje e cila ka agravuar, ku anormalja është kthyer në të pranueshme, në normale. Çfarë thotë ka agravuar? Po në rast se nisemi nga përfundimi i luftës deri ta zëm tani, ose para fillimit të dialogut, sepse pas dialogut kemi zhvillime të reja, gjendja ka ardhur vetëm duke u përkeqësuar. Për shembull, në fillim, pas luftës, ka pasur ta zënë pjesëmarrje të serbëve në zgjedhje që ka zhvilluar Kosova, jo Republika atëherë, por në administrimin ndërkombëtar. Vite më pas nuk ka pasur. Filluan të zhvilloheshin zgjedhje të cilat i zhvillonte shteti i Serbisë, për shembull, edhe pse ky konsiderohet territori i Kosovës. Filluan të mos respektoheshin absolutisht institucionet e Kosovës, në asnjë lloj gjëje. Pas shpalljes së pavarësisë ka qenë shumë e rëndë situata kur edhe vetë institucionet gjyqësore, për shembull, që ishin në veri, u dogjën, u tërhoqën gjykatësit, u tërhoqën policët dhe doli tërësisht jashtë kontrollit. Domethënë, po ta marrësh vit pas viti, periudhë pas periudhe, ka ardhur duke u përkeqësuar. Në momentin që ka filluar dialogu, të cilin Brukseli po mundohet ta paraqesë një sukses të jashtëzakonshëm, dhe po kështu bën edhe qeveria e Kosovës. Ndërkohë, gjykimin tuaj, a është aq i suksesshëm? Jemi në fund të vitit 2013 dhe duhet kemi një bilanc tani më apo jo? Po, bilancet mund t'i bëjmë, por ne nuk kemi nevojë të gënjejmë veten. Bilanci i dialogut është ky. Kur thoni, ndjes ju ndërpres, kur thoni nuk është i suksesshëm, do të thotë që përfitimet dy palçe nuk kanë qenë ekuivalente, nuk kanë qenë të njëjta, jo se Kosova nuk ka përfituar. Unë nuk e di se çfarë ka përfituar, të them të drejtën, janë zhvilluar zgjedhje, nuk ka pasur nga informacionet që kam unë po flas vetëm në emrin tim, nuk ka pasur një atmosferë zgjedhore me të vërtetë konstruktive, sepse kam informacione nga terreni kur forcat e MUP-it ose të Ministrisë së Brendshme kanë ushtruar presion tek votuesit serb, për shembull, dhe i kanë drejtuar ata që të votojnë ashtu si kanë dashur ata. Është krijuar një listë e cila besoj e keni dëgjuar, quhet lista serbe, e cila drejtohet tërësisht nga Beogradi, dhe është pikërisht kjo listë që tashmë ka fituar në 10 komuna me shumicë serbe. Madje ka pasur edhe komuna që janë udhëhequr nga shqiptarët, që tani janë fituar nga kjo listë, dhe në këtë mënyrë kanë eliminuar edhe ato parti serbe të cilat kanë qenë të integruara në institucionet e Kosovës deri tani, domethënë në pjesën jugore. Dhe ajo çfarë ka prodhuar kjo marrëveshje, një frymë më radikale penjtë të kësaj partie tërhiqe në Beograd. Dhe kemi një lloj shtrirje ose futje të duarve të Beogradit, jo vetëm në veri, por edhe në pjesën jugore të Kosovës, ku ka komuna që udhëhiqen nga serbët. Në gjykimin tuaj, qeveria është ndjeni dhe Uleksi është ndjeni? Në gjykimin tim të gjithë janë ndjeni. Këtë informacione dispononi ju dhe ju vjen nga terreni, do të thotë që nuk është i fshehtë. Këto janë fakte publike, sepse lista serbe për këtë listë ka ardhur dhe ka lobuar, ka bërë fushat, një gjë jashtëzakonisht e papranueshme.
në çdo lloj vendi normal, ka bërë fushat vetë kryeministri i Serbisë për shembull, brenda territorit të Kosovës. Dhe kjo është lejuar me presionin e Brukselit nga kryeministri i Kosovës, një gjë tërësisht e papranueshme, madje është nxitur edhe urrëtie. Madje kemi parë edhe fotot e Sheshelit në afërsitë Prishtinës. Jo vetëm në veri, domethënë një lloj shtrirje e frymës radikale në pjesë të tjera të territorit të Serbisë, të Kosovës. Tani ajo çfarë po ndodh është që mbi institucionet e Kosovës po shtohet presioni jashtëzakonisht. Së pari për këtë rezultatin e zgjedhjeve nuk jemi të shqetësuar vetëm ne si shqiptar, por nga rezultati jo i kënaqshëm janë shqetësuar edhe ambasadat, sepse kanë ardhur para një fakti të cilin nuk e kanë parashikuar në fillim. Së pakti kjo është ajo që unë mund të them nga kontaktet e drejt për drejta me ta, pavarësisht se nuk ka deklarata publike dhe publikisht përpiqen ta prezantojnë si një sukses, por në fakt i ka sjell para një akti të kryer, i cili është i papëlqyeshëm. Tani oreksi i Beogradit dhe i serbëve në Kosovë, aktualisht edhe ata që janë në kuvendin e Kosovës dhe minoriteteve në përgjithësi është rritur jashtëzakonisht. Tani po kërkojnë edhe vende të rezervuara, që është një problem i ditëve. Këtu do ja dila, përveç asaj çfarë ja sankcionon vet Pakoja Atisari, pra 20 vende në parlament, thoni tendenca për të shtuar edhe më tepër. Tendenca dhe presioni është jashtëzakonisht i madh tani, që përveç 20 vendeve, që është një numër jashtëzakonisht i madh, Kosova është vendi që ofron vende të garantuara për minoritetet si asnjë vend tjetër në Evropë, në fakt nuk ka ndoshta në botë, por ne na intereson standardi evropian. Se qytetarët kosovar. Tani kërkojnë që edhe për 2 mandate të tjera, ata ndaj tyre të mos aplikohet pragu zgjedhor dhe të fitojnë mandate ekstra. Dhe kjo lista serbe, rreziku është jashtëzakonisht i madh. Unë kam shkruar dhe kam thënë ky është kondominium që i bie bashkë qeverisje ose ushtrim i sovranitetit nga 2 shtete në një territor të caktuar. Dhe këtë po kërkojnë ta bëjnë edhe jo vetëm në këto komunat, në të cilat, siç e thash, ka fituar kjo listë, dhe që në ditën e parë po bën probleme dhe thotë unë nuk i respektoj ligjet e Kosovës, gjë që është tërësisht absurde. Pra legalizohet ajo që ka qenë e paligjshme. Institucionet e Kosovës tani, domethënë, ndihmuan që të legalizohet diçka që ka qenë tërësisht e paligjshme deri tani. Dhe ata justifikohen se unë jemi të ligjshëm dhe bëjmë të njëjtat probleme, por duan ta shtrinë pushtetin e tyre edhe brenda parlamentit të Kosovës. Dhe për mua kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme sepse mund të bllokojnë çfarëdo lloj iniciative. Kushtetuta e Kosovës është një lloj mine me sahat, mund të themi. Asnjë vendim, asnjë ligj, as kushtetuta nuk mund të ndryshohet ose të bëhet të amandamentohet apo të merren vendime që kanë të bëjnë me të drejtat e komuniteteve ose me interesat të tyre bazike, si quhen, pa miratimin edhe të 2 të tretave të tyre. Praktikisht është një dokument që mund të prodhojë bllokazh të vazhdueshëm. Tani për shembull kemi parë një tendencë të këtij grupi që është aktualisht, nuk është ai radikali që do të na hyjë nesër, për ta bllokuar, për të bërë presion. Çfarë do t'i ndodh Kosovës në rast se një listë radikale ose një grup serbësh radikal vin nesër dhe bëhet nëse ne ja lejojmë tani këtë, do të bëhet ta zëm grupi më i madh parlamentar, i cili do të vendosë për presidentin, do të vendosë për kryeministrin. Nuk do të mund të miratohet, por nuk miratohen me 2/3. Jo, bëhen ta zëm 30 deputet. 30 deputet, që është një grup jashtëzakonisht i madh parlamentar. Skena politike në Kosovë është shumë e ndarë, fraksionuar, ka shumë parti, nuk është si këtu, domethënë që janë 2 parti të mëdha dhe ta zëm është edhe një tret. Jo, atje ka shumë parti dhe është modeli konsensual dhe kjo mund të bëhet një problem jashtëzakonisht i madh ku partitë bllokojnë njëra tjetrën ose deputetët bllokojnë njëri tjetrin dhe bëhet e pamundshme vendimarrja. Shto këtu, siç e thash, që është edhe kushtetuta e Kosovës, e cila e ka këtë shumicën e dyfisht, ku për këto vendime që prekin interesat e tyre, duhet edhe ata ta japin miratimin. Por nëse ne nisem me bisedimet ndërmjet 2 palëve, pra Kosovë-Serbi, nëse fillimisht u argumentua se ulja në një tavolinë, në një tryesit barabartë mes Dačić dhe Thaçit do të tregonte që de jure po dhe de facto deri diku e kishte njohur Serbia Kosovën si shtet, ju thoni që politika serbe tani më
ka ndryshuar qasjen e saj dhe po tenton të shtrihet në formë kapilare brenda pushtetit në Kosovë, duke nisur nga komunat dhe duke vazhduar më pas me mandatet në Parlamentin e Kosovës. Në fakt, për të gjithë ata që e kanë ndjekur në vazhdimsi atë çfarë ndodh me Kosovën, veçanërisht ata që kanë marrë pjesë në bisedime, e shohin që Serbia në mënyrë të vazhdueshme dhe të hershme insiston në të njëjtat gjëra. Ato kërkesa që i bën tani ka bërë edhe më herët, i ka bërë edhe në dialogun që është zhvilluar në Vjenë për përcaktimin e statusit, janë kërkuar edhe nga presidenti Ahtisaari, i cili ishte negociatori për statusin, që të futen, dhe atëherë janë refuzuar. Të njëjtat gjëra po pranohen tani. Tani për sa i përket dialogut, natyrisht që duhet kuptojmë një gjë, dialogu ka për qëllim pajtimin ose zgjidhjen e një konflikti shekullor mes shqiptarëve dhe serbëve. Po ta analizosh në tërësi, ky është mesazhi që është përcjellur edhe nga vendet e Bashkimit Evropian, veçanërisht nga Franca dhe Gjermania, të cilët kanë insistuar jashtëzakonisht, madje duke na ofruar modelin e tyre. Dhe unë nuk shoh asgjë të keqe në këtë. Por problemi është se si po implementohet hap pas hapi. Kosova asnjëherë nuk është e përgatitur për të shkuar në dialog. Në fakt vazhdimisht lëshon pe. Dhe Serbia në vazhdimsi e fut atë agjendën e vet dhe ja del mban. E pa përgatitur Kosova për të qenë po në kuptimin e stafit, në kuptim pikërisht. Do të bëja të lidhje apo ka një tendencë edhe nga ana e gjykimit tuaj gjithmonë të Bashkimit Evropian në qasje me dy standarde ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Të drejtën, sidomos pas refuzimit që ju bë marrjes statusit nga ana e Shqipërisë, thellësisht kam filluar të mendoj që kjo ekziston, madje edhe publikisht kam folur për këtë. Kjo ekziston, është një qasje jo fort e trajtimit si të barabartë. Në fakt është Kosova një shtet i ri që i bëhet presion vazhdimisht. Sepse është Serbia që nuk lëshon pe, ose Serbia hec me hapa të vegjël, simbolik, ose pranon ato marrëveshje që i pranon, ta zëm siç është marrëveshja 19 prillit që unë nënshkrua nga Daqiqi, por kur vjen puna për implementimin në terren, nuk e implementon. Ta zëm, Kosovës i bëhet presion për implementimin në terren, dhe çfarë nënshkruan Kosova e implementon. Kosova ka pranuar fusnotën, do të thënë që është paksa qesharake, është komike për një shtet, ka pranuar të heqë dorë nga Republika. Dhe ndërkohë Serbia do duhet për shembull që të çmontonte, siç thonë në Bashkimin Evropian, strukturat paralele që janë njëkohësisht dhe strukturat të krimit që kanë vepruar në veri që pas luftës. Serbia nuk e ka bërë këtë, ato funksionojnë, ato financohen nga Beogradi. Ndërkohë, Kosova përmbush pjesët e veta të marrëveshjes. Domethënë, kemi ardhur në një pikë që për mendimin tim do duhet të thuhet stop, ta shohim çfarë po bëjmë deri tani. Duhet ta analizojmë. Në çfarë, në ç'mënyrë, sepse duhet të themi stop është një fjalë goje. Po ja, për shembull, rezultati i zgjedhjeve, aksione konkrete është shumë e thjeshtë. Rasti i zgjedhjeve, produkti i zgjedhjeve ku është alarmuar jo vetëm Kosova, por edhe bashkia ndërkombëtare, do duhet të ishte një moment reflektimi. Dhe ne të shohim se çfarë po bëhet. Mund të jetë qëllimi i mirë ta zëm, por ky qëllim të çon në rrugë të gabuar, siç ishte në rastin konkret. Ka 101 mënyra për të ulur. S'po themi, ndoshta ti themi stop dialog, nuk flasim më me ju. S'po shkojmë në veprime radikale, por duhet analizojmë atë çfarë është bërë. Pastaj duhet bërë presionin mbi Serbinë. Ata duhet përmbushin pjesën e vet të marrëveshjes. Tani për shembull kemi një si pjesë të marrëveshjes që pikërisht këto strukturat që kanë vepruar në veri, që ish antar të MUP-it. MUP-i është Ministria e Punëve të Brendshme serbe, shpesh të inkriminuar, kanë bërë kontrabandën, kanë udhëhequr krimin, ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm mbi qytetarët e thjeshtë serb, sepse publiku shqiptar duhet ta di që ata që po vuajnë më shumë nga këto struktura janë serbët atje në veri, qytetarët e thjeshtë, që ende janë të paqliruar. Domethënë ata nuk janë të lirë të ushtrojnë vullnetin e tyre. Këto persona do të integrohen në bazë të marrëveshjes në forcat e policisë së Kosovës. E imagjinoni dot? Pavarësisht se do të ketë, siç po pretendon qeveria dhe do të ketë kontrollet e tyre, domethënë për të parë nëse janë të inkriminuar apo jo. Unë dyshoj shumë se ky kontroll do të jetë vërtet i tillë, domethënë që personat të cilat janë të inkriminuar do t'i nxjerr jashtë. Sepse në radhë të parë Kosova si ka mekanizmat. Në radhë të dyrt, ky është një veprim politik me qëllime të hapura politike dhe tolerohet. Po. Zonja Lama,
Këshilli i Ministrave të BE-s vendosi vetëm pak ditë më parë që Shqipërisë t'i shtyhet marrja e statusit vendit kandidat në qershor të vitit 2014, ndërkohë përsa i përket Kosovës është nënshkruar mësaja, por ende nuk është përfituar as liberalizimi i vizave. Në fjalën në parlament që ju keni mbajtur sot, e konsideronit një mbyllje dyersh ndër të tjera për Kosovën. Është vetëm për Kosovën ky mendim apo është edhe për Shqipërinë? Them drejtën, nëse ju nuk e kujtoni, ju atë citoj sepse kam paragrafin. Po, jo, nuk e mohoj atë që kam thënë, përkundrazi do ta ritheksoj, ndoshta më me forcë. Të them të drejtën, është një lloj mbyllje dyersh, veçanërisht për Kosovën për sa i përket procesit të liberalizimit të vizave. Për sa i përket procesit të integrimit, për Kosovën është shumë e komplikuar çështja, është shumë e vështirë, janë 5 vendet Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën dhe Komisioni Evropian po përpiqet të gjejë mënyra të tjera se si Kosova ndërkohë të ecë në rrugën drejt integrimeve dhe të përgatitet derisa këto 5 vende ta njohin, sepse pa dritën e gjelbërt atyre është i pamundur integrimi. Pra, si më thënë, ta marrë Kosovën atë rrugën e integrimit, por po ushqehet me lugë të vogla, të themi, hap pas hapi. Natyrisht rruga e integrimit është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse është plotësimi i standardeve shumë të larta, që është modeli më i mirë që është Bashkimi Evropian. Dhe e thash, dyert janë mbyllur dhe unë e konsideroj shumë të padrejtë për çështjen e liberalizimit të vizave. Janë studentë shqiptar, janë studentë të Kosovës, njerëz të shkolluar që do donin të lëviznin në Bashkimin Evropian dhe kanë të pamundur për shkak të vizave. Ndërkohë, janë hapur dyert për Serbinë, duke e favorizuar në mënyrë të vazhdueshme gjoja për sjelljen konstruktive me Kosovën, që për mua është komplet qesharake, ndërkohë që Serbia nuk ka bërë as minimumin, nuk ka kërkuar as falje për krimet e luftës. Dhe ju e shihni një rezistencë jashtëzakonshme për të pranuar krimin dhe për të ndjerë fajtor për atë. Dhe siç e kam thënë sot në fjalim në kuvent, në fakt qytetarët serb, përfshirë edhe kriminalët e luftës, lëvizin të lirë në Evropë, ndërsa qytetarët shqiptarë kanë pamundur këtë. Për sa i përket Shqipërisë, për mua ishte lajm jashtëzakonisht negativ dhe mendoj që jo vetëm për mua, por për të gjithë, por shumë i padrejtë, sepse në rast se Shqipërisë është kërkuar që deri në këtë afat të plotësohen këto kritere dhe ndërkohë Shqipëria i ka plotësuar, atëherë do duhet që Shqipëria ta merrte statusin. Tani pretendimet e Bashkimit Evropian dhe të atyre vendeve që bllokuan është që duam që ta shohim kryeministrin e ri, i cili se çfarë do të bëj, si do të punoj. Po tani Shqipëria nuk është e kryeministrit. Shqipëria është e shqiptarëve. Por kryeministri duhet të hapë negociatat më pas, pse? Po natyrisht, por jo, më thënë, Shqipëria natyrisht që udhëhiqet nga një kryeministër, por punën e bëjnë institucionet. Dhe nuk mund të personalizohet kjo çështje. Kjo qeveri me këtë kryeministër dhe me qeverinë paraardhëse i kanë plotësuar ato standarde dhe në rast se aplikohet në mënyrë të fair, të drejtë, ajo çfarë është thënë, mendoj që do duhej që edhe Shqipëria ta kishte marrë dhe jo vazhdimisht qytetarët të zhgënjehen. Për mua është, në fakt kam pasur rastin ta diskutoj edhe me disa diplomatë atje në Kosovë këtë çështje. Është jashtëzakonisht e dëmshme kjo lloj sjellje. E Bashkimit Evropian, e Brukselit kundrejt shqiptarëve. Kundrejt shqiptarëve, sepse po krijohet një përshtypje, një lloj frustracioni të shqiptarëve që BE-ja nuk është shumë e sinqertë për ne, që BE-ja nuk dëshiron të na i hap dyert, që shqiptarët mund të fillojnë të shohin diku tjetër. Mos i marrin më syt nga perëndimi, po të fillojnë të shohin diku tjetër. Nuk mund ta them ndoshta shumë këtë për Shqipërinë, por mund ta them për Kosovën. Lajm i keq kjo. Është lajm i keq. Po të shohësh me mira, po të shohësh me mira njerëz të papunë, të pa shpresë, njerëz që shpesh marrin rrugën e tmerrit për të shkuar në vende të BE-s dhe ngelin rrugës, një gjë që i ka pas ndodhur Shqipërisë më herët kur përfundonin në det. Ka një zhgënjim jashtëzakonisht të madh, papunësia është e lartë 45% për shembull në Kosovë. Atëherë si mund të reflektohet kjo? Kjo mund të reflektohet vetëm në një frustracion i cili shkon anti BE-s. Le të flasim ne për ditë për Bashkimin Evropian, por nëse kjo nuk reflektohet me veprime konkrete, edhe nga ana e BE-s, mendoj që do të na dëmtojë jashtëzakonisht shumë. Natyrisht detyrat kryesore bien mbi ne si shqiptar për të plotësuar standardet. Kjo nuk diskutohet. Por në rast se i plotësojmë ato që na kërkohen, hap pas hapi, siç kanë bërë dhe vendet e tjera, duhet që tu shet më shpresë paku.
Dy pyetje të fundit, cilat vinë nga qytetarët. A mendon zonja Lama bashkimin e Kosovës me Shqipërinë para integrimit në BE, pra vetëm një shtet shqiptar në Bashkimin Evropian? Kjo është një lloj teme tabu, them drejtën, jo për mua, por për diplomatët. Po nuk jam diplomate, jam njëri i lirë të flas. Por e prekur dhe diskutuar shumë, sidomos kur vinë datat jubilare si 100 vjetori apo 101 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë, gjithmonë diskutohen. Po mirë, jo, nuk është keq se të diskutohen, sepse edhe në rast se nuk diskutohen, kjo është një e para nuk mund ndalohet më të diskutohet tjerë, si jemi njerëz lirë. E dyta, kjo është një ëndër 100 vjeçare, e cila ka një arsye historike pse ekziston, që nuk mund të shtypet vetëm e vetëm pse disa diplomat nuk e shohin sot arsyeshme që të hapet si temë. Nuk mund ta them si temë apo jo, si temë në kuptimin që të fillon me hapa konkret. Jo, dakord, ju personalisht Unë personalisht nuk po shoh bashkëpunim mes Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk mund bëhet bashkimi pa filluar bashkëpunimi. Nuk e shoh në asnjë lloj institucioni. Mund të ketë iniciativa individuale, por nuk ka shumë. Jeni pro? Për shembull, unë jam pro, padyshim, çdo shqiptar është pro. Edhe ata që thonë që nuk janë pro, vetëm gënjejnë. Gjithë janë pro. Sepse nuk mund të jesh kundër së pari një bashkimi me pjesën tjetër të kombit, është gjëja më normale. Mos harrojmë që bashkimi evropian përbëhet nga shtete dhe Evropa është ndërtuar mbi kombet, mbi konceptin e kombit, kjo s'mohohet. Nga ana tjetër bashkimi evropian është një organizat ku janë mbledhur shumë kombe dhe s'mund t'i mohohet një kombi të bashkojë dy pjesët e tij, ndërkohë që shumë kombe mund të bashkohen. Do të thonë, është pak paradoksale që ti mohohet një gjë e tillë, ndoshta konsiderohet pak e rrezikshme politikisht tani për të rihapur kutinë e Pandorës në Ballkan. Dhe këtu pak a shumë pajtohem me këtë, sepse duhet çfarë do lloj bashkimi, çfarë do lloj bashkëpunimi të mos bëhet nëpërmjet grykës së armëve, kjo është krejtësisht e papranueshme, por nëpërmjet frymës bashkëpunimit dhe frymës së tolerancës dhe pa prishur balancet përreth. Pak a shumë siç i ka bërë Bashkimi Evropian, ka filluar me integrimin edhe e dim se ku po shkon. A do të bashkohet përpara hyrjes së BE-s? Nëse më pyesni a është dëshira ime kjo? Po. Edhe me thënë drejtën, kështu si po i mbyll dyert BE-ja, si duket, vetë po na çon drejt asaj rruge, duke kërkuar të na ndaj, po na bashkon. Një pyetje të fundit. Po nuk e shoh se shqiptarët janë shumë të gatshëm. Një pyetje të fundit, avion të ketë të njëjtin qëndrim Alma Lama për vetvendosjen dhe si e shikon Shpend Ahmetin si qytetar të parë të Prishtinës? Qëndrimet të cilat unë i kam marrë dhe kanë qenë shumë të pjekura dhe të menduara mirë dhe të faktuara. Me vetvendosjen është një kapitull i mbyllur plotësisht, as nuk e hap më atë kapitull, i kam thënë ato që i kam pasur për të thënë publikisht dhe ju qëndroj mrapa, vetëm në rast se bëjnë ndonjë revolucion në qëndrimet e tyre. Për sa i përket zotit Ahmeti, nuk më ngelet tjetër, veç se t'i uroj suksese në punën e tij. Ai është edhe kryetari i komunës ku unë jetoj, që është komuna e Prishtinës dhe do doja që të punoj mirë që ne të jetojmë më mirë në atë qytet. Kjo është. Unë falenderoj, ishte kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit dhe ju. Nderuar miq, isha me zonjën Alma Lama, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra LDK. Përfundon këtu intervista e mbrëmjes në UTP News. Unë ju lënë në shoqërinë e programacioneve të tjera. Bashkë miropafshim.